kemi pritur tërë ditën që të vinte një deklarat nga ambasada amerikane për çështjen e SPAK-ut, sepse kemi 5 vjet që jemi kapur prej leshësh, prej mjekre, prej sjetullash, me çdo lloj analistit mundshëm që nuk ikte nga bindja e tij se SPAK-u ishte krijim amerikan. Por SPAK-u me sa duket na doli si thjeshtri, a kupton, si njëri që e ka pas Amerikën njerk dhe nuk e se intereson shumë Amerikës nëse edhe goditet SPAK-u, pasi lartmadhnia e tij, mbreti Lakuriq, jo më pak se 2 apo 3 ditë më parë, e shkatroi komplet SPAK-un, e degeneroi. Domethënë vendosi grupin parlamentar të Partisë Socialiste edhe mbi gjykatat, jo vetëm mbi prokurorinë. Për këtë do flasim neve sot, për deklaratën e munguar, e paardhur të ambasadës amerikane. Dhe neve po ja u themi troç nga tru podcasti. Ose fol, ose hesht për gjithmonë, ndahe shapi nga sheqeri, sepse nuk ka më vetëm 2 standarde, po janë bërë 200 standarde tashin, nuk dim kujt i besoj më. Si të duket kjo? Pare punës shpend, nëse ne si popull nuk arrim të besojmë njëherë tek vetja jonë, Po. nuk do t'i kërcasim vllat huajve për ne. Fare, absolutisht. Ne nuk kemi besim te njeri tjetri më shpend. Ne duam t'ia fusim njeri tjetrit nga mëngjesi ndark. Te puna, te biznesi, te shoqëria, te familja, kudo, dhe presim tani që t'i bëhet vonë Amerikës për ne, as i kërcet fare. Amerika ka interesa, zotri. Pra, kjo nuk tregoja asgjë më shumë, veç se interesat e tyre të vogla për një vend si Shqipëria, sepse në një rast tjetër, tu do ishte Bernami. Po. Pra, janë hedhur me qindra milion euro për të krijuar atë SPAK-un e famshëm. Pikërisht që na shpëton dhe ne nga vetvetja, nga njerëzit tanë, nga korrupsioni, nga vjedhja. Dhe çfarë pam? Asgjë. Unë përsëri i qëndroj deklaratës shpend të 30 dhjetorit 2025 bashk. Po. Që nëse Rama e kalon këta që në këndvështrimin tim 99% e ka kaluar. Ramën e ke në pushtet dhe në 2029 po fiton në 2029 bën vaki edhe mandatin po që gjallë edhe tjetri. Sepse unë pash edhe një veprim që nuk mu duk shumë i hishëm. Ambasadorja greke ajo. E Amerikës në Greqi, e ambasadës në Athinë. Ambasadorja amerikane në Greqi, vlla. Në Greqi, në Athinë. Po. Me taka, vlla. Erdhi takoj kryeministrin tonë aty u hoc në qafë. Ky ishte me kështu, me kominoshët, çaj ka ato. Qitjane. Që mban vesh. Qitjane. Dhe nuk mu duk shumë, le të themi, situatë tensionuar, por shumë miqësore. Madje i bën edhe një kështu skip kësaj ambasadës amerikane në Shqipëri. Se ky është mesazhi që jepet. Po. Pra, dhe ai ishte përgatitur, e fotografuan, e filmuan që të shpërndanin mediave me vrap, që shiko se ky me Amerikën është rregull. Edhe me sa duket në rregull është. Pra, me pak fjalë, Amerika nëse ka interes që mund kapi diçka këtu që patjetër ishulli i Sazanit avulloi, po nafta shqiptare ka vite që avullon. Pra tashmë çdo gjë që ka interes për ata, këtu merret. Se u bavon atyre tani se ndodhi kjo puna korrupsionit, këtu përfundon dikush me 300 apartamente apo më shumë fare. Jo, e kam fjalë. Absolutisht. E di, kam parë shumë dokumentar këto kohë për Afrikën, edhe për linjën e mesme. Edhe kam lexuar. Një nga arsyet sepse aty janë ngritur revolucionet ishte apatia e kolonizatorëve për mos t'u vendosur fare edhe kjo pjesa humane apo sociale. Shikonin vetëm interesat e tyre. Dhe kolonit, vendet kolonizatore apo perandorit, si në rastin e perandorisë amerikane, duhet mësojnë nga historia që në fund të ditës ti mund të jesh shteti më i fuqishëm i botës dhe je.
problemi është që edhe një mizë siç është Shqipëria mund cilli probleme në stabilitetin tënd ushtarak dhe ekonomik. Nëse këtu ndodh një revolucion. Po kush do ta bëjë revolucionin? Ata bashkëdhetarët tanë, shqiptarët tanë që presin çdo krizë momenti, që të rrisin çmimet t'ia fusin vëllezërve dhe neve gjithve. Po, është e tmerrshme. Nga këta e preti. Çfarë ndodh me çmimet zotërit të apartamenteve? Do thot dikush ekonomi e tregut, ekonomi e lirë. Si ekonomi e lirë? 300.000 euro një apartament, një zgaqe aty. Pallat i kohës e verit. Pra që i ke muret, survatimet i gryeshme thonjë bjen tokë. Pra nuk ka termoizolim, janë shpuar mure dritaret për të kaluar fishat e antenës. Po mos kesh pompë dhe depozit, nuk e ujt lash kokën zotri, lash syt mëngjes. Qa po blejmë ne kush, për qa po flasim ne? Ta do ta bëjnë revolucionin zotri. Që gjejnë rastin e parë dhe të na e fusin gjithve. Sepse dakord jam unë, ekonomi e lirë e tregut, po ekonomi e lirë e tregut çfarë? Duke i detyruar të rinj të marrin trastat dhe tikin. Kjo është ekonomi e tregut. Këta janë ata që do t'i kundërvijnë fuqive të mëdha. Absolutisht shpejt. Ne duhet, unë e thash, prandaj e nisa. Nëse ne nuk arrim të konceptojmë dhe të duam njëri tjetrin për të mirën e vendit, të mirën e përbashkët, të mirën e përgjithshme, ne kur nuk kemi për të bërë shpend, sepse cilësia e jetës në Tiranë kurrësi nuk është më e mirë në qytetin më të lodhur të Europës. Po. Sepse ti nuk hap dot dritaren zotri. Po. Te vjen pluri 4 gisht. I kemi mushkrit mbushura plot. Do thot në njeri, po ja erdhët gjithë në Tiranë, ju ecë ktheu atje në Fierë dhe në fshat, po, unë i pari kthehem. Po kam baruar, unë kam investuar një jetë të tërë shkollë. Vetë të kthehem atje të mbjell tokën. Pra unë s'kam baruar për agronomi bashkë me shpendin e zotri. Ore, ta mbillnim tokën ku ta gjem. Problemi është që këtu na konkuron produkti serb dhe Maqedonas. Ne jemi të tretët në refene. Sa hajde se po mbjellim tokë. S'është turp vlla, unë se kam turp punoj, edhe të lugoj tokën. S'është turp po them, nuk është çështje turpi, është çështje prioriteti. Duhet të bësh atë që ti të bësh më mirë. Pra ne mund të kthehemi të bëhemi bujë, po problemi është se atje dështojmë se nuk e njohim si fush. Po. Pra ne duam mbështetjen atë që dim të bëjmë më së miri. Ne nuk duam mbështetje vlla për gjëra që nuk i dim, se është absurde dhe kjo pjesë. Por qeveria jon vlla, me qenë se hapëm këtë sistem, edhe ato fondet e IPARD-it, ku t'ja jepte? Jo bujve. Po. Fëmijëve vlla të ish-kryetarëve të komunave, vendërve të tyre, mbesave. Po patjetër vlla, i sistemuan ata me 200-300.000 euro, i bën me agroturizëm, i bën me lokale, i bën. Pra, kjo është këtu vlla. Dhe çfarë pretani? Të vëmë dhe ne të dështojmë. Po mirë, kur do...